Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni. Me selamu aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jemi me emision në radhës si çdo të ajete pra në orën 17 në studiet e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës me profesorin e nderuar Mustafa Ndej Havollin, që faktikisht emisioni i cili kushtohet pra lëndës fikut ose shkencës së jurisprudencës islame. Dhe kemi filluar emisione serike që kanë bëjnë me faktikisht me kushtet e kësaj shkence që kanë bëjnë me hadithin, kushtet e pranimit të haditheve, që i kemi ndarë në 3 kategori të atij: mutawatir, meshhur dhe ahad. Tash sfundi emisionet e kohëve të fundit pra kanë bëjnë vetëm me hadithin ahad, me kushtet e pranimit të hadithit ahad, por meqense neve kemi përmendur në disa emisione disa hadithe që faktikisht profesor kanë zgjuar kurreshtin e shikuesve, disa hadithe që i kemi përmendur edhe nga Buhariu edhe nga Muslimi, dhe para se të hyjmë temën që sot e kemi rreth kushtet e pranimit të hadithit ahad që kanë bënë që mos merron desh pra në përputhshmëri të plot me me ixhmain, cilat munden me kon pasojat fillimisht profesor më na sharua atyre që nuk janë specializuar e që lexojnë hadithet pra të Buhariut dhe Muslimit, që faktikisht vetëm këto 2 koleksione kemi në gjuhën tonë të dashur shqipe. Cilat janë pasojat, cilat janë rreziqet ose çka është problemi këtu tek koleksioni e këtyre haditheve? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walahu ila yawmiddin. Normalisht leximi i librave të hadithit tash neve po i përmendim ato të cilat janë të njohura. Neve kemi libra të hadithit të cilat tash po them përmbledhje të haditheve që janë dizajnuar me i lexue të gjitha shtresat. Për shembull siç është Riyadus Salihin e Imam Nawawiut, e cila pjesërisht është e përkthyer në gjuhën shqipe. Janë hiq shumë hadithe të cilat është dashur me konun te, po praktikisht versioni i shkurtuar të cilin e kemi në gjuhën shqipe mund të lexohet pa problem, sepse Imam Nawawiu Allah e paqëruaj ka bërë përzgjedhjen e haditheve dhe në përkapitull praktikisht që çdo musliman ka nevojë për to, dhe shumica dërmuese e haditheve nuk kanë nevojë për sqarime. Dhe shumica e këtyre haditheve, mos them gati të gjitha, flasin për vlera të veprave të caktuara ose për virtytet të cilat duhet muslimani mos bukurohet me to, me pas pjesë të karakterit të tij, dhe për veset e këqija të cilat duhet të largohemi prej tyre. E këtij niveli është i njëjtë edhe parafërsisht libri i të njëjtit autor Imam Nawawiut El-Istidhkar, praktikisht në të ka përmbledh të gjitha hadithet që kanë karakter lutje për situata pejgamberit ndryshmeve, dhe janë 2 libra të më të popularizuara të këtij imami, autori i cili është njëri prej dietarëve më të njohur të gjitha kohrave. Ky libri i dytë është përkthyer në dokë? Pjesërisht është përkthyer po, edhe pse fatikisht kur po them kanë njerëz që është ndërhyrë në to, na do të kemi një ligjërat ose një trajtesë të veçantë për ndërhyrjen e çarqeve të caktuara në librat e sunetit, në mënyrë që me orientua që me mbështet vetëm mëdhëbën dhe mendimet e tyre. Gjithashtu ky libër kur është botuar tash zvoni, praktikisht ato që spërkojnë me frymën e disa çarqeve që tash po thon zbon me vizitue vorrën e pejgamberit alayhis salam, e kanë ndryshuar edhe emrin në kapitullit dhe i kanë hiq hadithet të cilat Imam Nawawi ka përmend. Është përmend vorri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe zjarreti vizita e vorrit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Ka bo vizita, emrin ja kanë gjetur praktikisht parafërsisht vizita e xhamisë së pejgamberit alayhis salam, dhe janë fshi hadithe të cilat flasin për tjetrën. Dhe pse kjo është bo, qëllime të caktuara s'ka dyshim, fatkeqësisht që në krye të librit qëndron emri i Sheikh Abdul Kadrit si verifikuesi i librit dhe i haditheve tahkika që ka bërë këtë libër, që nuk e di, nuk besoj që ai ka pranuar që të bëhet një libër dhe të jetë fals, të bëhet
një ndryshimi i asaj që është autori, që na kur faktikisht ke ndërhymje, po ndërhymje që është e rrezikshme, që kuptojmë se ai që lexon mendon që Imam Nevaviu ka menduar ashtu. Në qartë. Tash librat e imamëve të mëdhej zgjuxohen të ndryshohen, po tas një autori. Kur I botojmë librat na mundum mos me pas mendim të njëjtë me autorin në çdo çështje që ai e trajton. Po ata që botojnë librin mundën me shpreh ato në fusnot, po jo me ndryshuar tekstin e librit, që është një mashtrim titujt e kapitujt është më radhë. Tash po një ndërhyrje shumë e rrezikshme, që gjithçka do që islame. Po ato e bojnë në emër të islam. Po të kësir në emër të islamit që ata e njohin, për ndryshe është një çorëditje e madhe. Po, mirë po, ndërsa librat e tjera të cilat jemi mësuar me I njoftë ato, disa prej tyre normalisht janë veç për specialista, do të për ata që janë specializuar në fusha në rrafshe islame, që po thonë me plot kuptimin e fjalës edhe imamët, veç nëse lexojnë edhe shpjegimin e tyre, se drejt për drejti nuk mundën nuk janë të kualifikuar me shumica e imamëve, mos më gati të gjithë. Po tash nuk po I bën profesor që më janë ndaluar tash na valla është ndaluar me lexu, po na veç po I tregojmë shkencërisht pasojat që mundën të po mundet në pas, po për arsye se mundet me gjetë një hadith I cili mundet me qenë në Buhari ose në Muslim ose në Tirmidhi ose te Abu Daudi, sa në mirë po është prej haditheve që zveprohet sipas tisë do të shohim tash kur do të hyjmë në temën për cilën e kemi sot. Për ata lexuesi I thjesht kur lexon një hadith që shposhom shpesh në për ndaja ose tubime ose ligjërata, bëhet pyetja pse po thosh kur është hadithi në Buhari kështu. Ose unë e kam lexuar në Buhari ose në Muslim dhe kështu, ose ka thon filan alimi ky hadith është sahih dhe në veprë sipas tina, jo ajo duhet kualifikim I veçantë që me pas mundësinë me e trajtuar çështjen, sepse kur flasim për një çështje, nëse se njohim mirë, kur them mirë, jo në kuptimin gjuhën arabe, jo mirë tash që njohim na, po do të me koni nivelit superior në njohjen e gjuhës arabe, pastaj duhet grumbullimi I të gjitha teksteve që flasin për atë çështje që po e trajtojmë, kështu që një hadith zguxon me veprue jashtë kornizave të çështjes për cilën është për ata që kjo I bën aty sikur tërësia e trupit. Nëse dora kur është pjesë e trupit, mundet me vepru me shkruar. Me thonë valla ti e ke bukur shkrimin e mirë, po më vjen dora jote janë javë ditë me uazu, praktikisht se ndahet pe trupit ajo mos ka fe. Por afërsisht kur nxjerret teksti ajet ose hadith qoftë ai pej kontekst ose pej tërësisë ajete dhe hadithe të tjera që duhet me vepruar në tërësinë dhe në hijen e tyre, atëherë dalëm me mendime të çorëditra qysh sa shumë janë në këtë kohën e fundit, mendime shtoja tash mundësinë e përhapjes në rrjetet sociale, mund e merr një hadith e plason e që kjo është ajo farë, po them tani po përhapen shumë në shqetësim mendimet e çorëditra sepse flasin njerëz të pa kualifikuar në çështje shumëta. Neve e marrum Buhariun I cili është normalisht libri I kompletuar më I shquari, edhe Imam Muslimi. Ata kanë synuar që me I pas hadithet sahiha. Mirë po, edhe njëri edhe tjetri kanë thonë që hadithet sahiha nuk janë në tërësi në librat e tyre. Edhe Buhariu ka pranuar që jo çdo hadith sahih e ka fut në librin e tij. Ai ka pranuar. Dhe Imam Muslimi ka pranuar që jo çdo hadith sahih është I venduar në librin e tij. Mirë, ka arsye të caktuara shkencore kanë herë. Pse ky hadith është hi dhe ai tjetri hadith sahih nuk është I kanë herë qëndrimi I autorit. Për ata, kur e kam pyetur Imam Muslimin për hadithin kur lexon imami fa ansitu të shuani, ka është hadith sahih. Ka thonë po pse se ke shtin në sahihun ton, ka për arsye se jo çdo hadith sahih e kum shti aty. Që do të thotë kanë herë ka arsye shkencore, për arsye se si ka plotësuar kriteret e caktuara, mirë po kanë herë shohim që aty reflekton sa bukur e thotë Imam Leknaviu, më fal momendai është mendimi I Kashmirit. Enver Shah al-Kashmiri, yani dietarë më të mëdha ose më I madhin kohën e tij, në hadith edhe në fik, edhe në usul s'ka pas konkurrencë. Thotën në librin e tij madhor Faidul Bari, në cilin e shpjegon sahihin e Imam Buhariut, kur flet për gjashtin e madh, gjashtë imamët autorët për mbledhësit e 6 koleksioneve të shquara që I kemi në fushën e hadithit, Buhariu, Muslimi
Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nisaiu dhe Ibn Majah. Kur flet për këta, thot megjithatë duhet me pranuar përdor një fjali e cila është shumë domethënëse. Do të edhe pa atakuar personalitetin e nacionit prej tyre me rujt ka gjetë një fjali e cila është shumë reale. Thotë ata e kanë mësuar fikun për mëdhëbeve ndryshme. Dhe fiku i tyre ka reflektuar në përzgjedhjen e haditheve. Fiku i tyre, njohuritë që kanë pasur rreth fikut për mëdhëbeve që kanë takuar, kanë marrë, ka reflektuar në përzgjedhjen e haditheve. Që i bie, nuk është vetëm se si plotson këtë kusht dhe ka atë kusht, po kanjëherë me qëllime të caktuara autori ka hadith të caktuar që e kalon jashtë koleksion. Nuk e ka përfshi, se e ka menduar që çaj mendim s'është me vend. Edhe pse hadithi ka plotësuar kriteret dhe për këtë na do të përmendëm inshallah kur të him në pjesën e dytë të trajtesave praktike, do të kur marrim namazin si shembull, kemi me po që edhe imam të mëdhej si Buhariu e tjerë kanë herë ikun. Thotë Imam Zelaiu ka thonë këtë çështje s'po e them unë. Ka thonë amma al-Bukhariu rahimahullah fa shadidu at-tatabbu lima yaruddu ala Abi Hanifa min as-sunnah. Kështu Imam Zelaiu është hafidh i hadithit. Dhe është një prej atyre që kërkush nuk ka mujt me thonë se është i prekun ose i smur për fanatizmit në mëdhëb. Thot po, Imam Buhariu ka qenë shumë i interesuar në përzgjedhjen e haditheve që e kundërshtojnë mëdhëbin Hanefi. Dhe këto kush e di qëndrimin e Buhariu ndaj Hanefive nuk dyshon këtë çështje. Kjo është realitet shkencor, nuk është pse po kem qef ose s'po kem qef. Po kjo nuk na bën që tu nisë të guxojmë na me thonë vëllai që Imam Buhariu ose Sahih Buhariut nuk është libri tash nga aspekti i vërtetësisë haditheve të mas Kuranit me ka libër tjetër që është i rongut e tij. Mirë po megjithatë, çu kemi thonë ajo është njëri dhe po kur fjala te rreziku me lexuar drejt për drejti, na mundem me pru shembuj, na kem përmend një shembuj njavën e kaluar që mendoj se kemi met borx ndëgjuesve që na nuk e dim pse arsyen se tash nuk e kemi Buhariun gjallë me vet. Mirë po Imam Buhariu rahimahullahu taala ka përmend hadithin ose tematika e cila u ka qenë ajon dy kulaudhat në gjuhën popullore, do të kulaudhu bi Rabbil Falaq ose suratul Falaq dhe suratul Nas. Ajo në pjesë e Kuranit ajo, sepse është transmetuar prej Abdullah ibn Mas'udit se si ka shkruar në musafin e tij, gjë që kjo është hadithi i cili gjendet faktikisht në koleksionin e Buhariut. Po, dhe ky hadith ka ardhur në formë as të pakuptueshme, saqë nëse nuk merren hadithe për jashtë koleksionit të Buhariut. Me po, çush është tematika përafërsisht, nuk ka kush njeri që mund e kupton çka është thonë. Për unë a dite thash shkarazi po them se kalimthi, tash po them me numër, kush e ka Sahihun e Imam Buhariut, na po flasim për hadithin i cili është 4976 dhe hadithi 4977, 4976 dhe 4977. Secili është njëri në kapitullin Kul a'udhu bi Rabbil Falaq, tjetëri është në Kul a'udhu bi Rabbin Nas, që ka është njëjti tematik, njëjti rivajet, vetëm është për transmetuesve ka pakun në zinxhir të ndryshëm. Nëse e lexojmë që mos më zot shumë, po e lexojmë njërin prej këtyre dy transmetimeve, kur thotë Imam Buhariu në hadithin në numrin 4977. Kush do mundet me lexuar në gjuhën shqipe. Në arabisht ashtu, haddathana Ali ibn Abdullah. Qala haddathana Sufyan. Më ka thonë se praktikisht përdor fjalën haddathana që është me fjalë. Po thotë Imam Buhariu më ka thonë Ali ibn Abdullah, të cilit i ka thonë Sufjani, të cilit i ka thonë Ubayd ibn Abi Lubaba, prej Zirr ibn Hubeish, apo më rëshe, pasandaj ndron në formën e transmetimit ose rrugën e transmetimit, haddathana Asim an Zirr, se pe Zirr do t'i ka pas dy transmetues Imam Buhariu, i cili thot sa'altu Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b është një prej sahabëve të shuar. Do të pe dietarëve, pe sahabëve që kanë dietar, pe atyre që edhe Omeri i Madh
shpeshherë ka kërku fetva. Fetva. Ka kërku fetva. Përgjigje. Po. Zirri radiallahu rahimahullah po e pyet këtë sahabi të shquar. Edhe po i thet kultu, kush po thet? Po Zirri bin Hubejsh. I thash Aba Mundhir. Aba Mundhir është kunja, pseudonimi i Ubej ibn Kabit, sahabiu të shquar. Inna akhaka ibn Mas'udin yaqulu kadha wa kadha. Me të vërtet, vllau yt ibn Mas'udit, thot Abdullah ibn Mas'udi po thot kështu dhe kështu. A more vesh diçka? Do të lexosi i thjesht kur e këshyr po thot kështu dhe kështu. Kjo është ajo që te Imam Buhariu është el-ibham, do të paqartësia, e cila kanë herë është e qëllimt. Autori ose transmetuesi po merr Buhariu ose dikush në rangun e transmetuesve nuk e kallzon atë që nuk është interesuar me përmend, me sqarue, me muduk çare, ashtu çora e çapo don me thon. Për ato e mshef që me gjuhën e dietarëve të hadithit quhet el-ibham. Do të i paqartë, e bën çështën që mos më do të këtë në rast inna akhaka ibn Mas'ud po dim për kohë fjala, po thot kështu dhe kështu. Yaqulu kadha wa kadha. فقال أبي أترث أبي دوت أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بدت يكون بيوت بيغامبرين عليه الصلاة والسلام فقال لي كثون موه قيل لي ما أشطن موه قل ثوي فقلت ثاش ونحن نقول ذا ناثم شوش كثون بيغامبر عليه السلام كيوش حديثي do të praktikisht cili pej lexuesve mundet me marrë vesh ose çam morën vesh. Po, praktikisht njerë, po Abdullah ibn Mas'udi po kështu. Ubej po e kum pyet pejgamberin alajhi për çka ka pyet, s'po dim. Fa qala li I ka thon pejgamberi, po çka s'dim. Fa qila li mashton mua çka qul thuaj. Fa qultu thash wa nahnu naqulu dha nathim kama qala rasulu siç ka thon pejgamberi alayhis salam. Kjo është hadithi ibham plot. Mirë, ka ardhur në rivajete të tjera, po jo në Buhari, që praktikisht Abdullah ibn Mas'udi se ka thonë që kulaullat që për i Kur'anit, Zoti na ruaj për ata thot Ibn Hazmi e Imam Nawawi thotë kjo është rënd gjendje shpifje kundër Abdullah ibn Mas'udit dhe s'ka dyshim se çashtu është. Po mësh ai po kanë herë dietarët të transmetuesit din me të lidh lozë të transmetimeve të cilat bojnë me fol vetëm me veti. Praktikisht kjo nuk qëndron mas studimit të thellë, nuk qëndron se Abdullah ibn Mas'udi ka mohon në çështje të tilla. Po kjo është ibhami. Te Imam Buhariu tash për dijen tash po them specialista, po them për lexuesit e thjesht se tash çka kemi më thon mund të themi ka libër që ka shkruar Imam al-Balqini. Al-Balqini është njëri prej dietarëve më të mëdhenj të mëdhëbit Shafi'i në kohën e tij, është për imam më shumë të mëdhenj. Ai ka libër e cila e ka emrin al-Ifham lima fil Bukhari min al-Ibham. El-Ifhamu do të praktikisht synimin e ka sqarimi I asaj që ka në Buhari në formë të paqartë. Dhe libri ka nja 740 faqe në botimin, nëse çdo hadith ka çdo faqe ka 2 hadithe, po flasim për një 1400 hadithe. Kur t'i ashtojmë kësaj që Bulqini e ka posë për qëllim sqarimin veç të emrave, personaliteteve, jo të fjalëve, personaliteteve që janë përmendur në Buhari në fund filoni dhe falloni, po marrësh. Për shembull, thot faqen 28, si shembull të morëm. Thot Abdullah ibn Zubairi I kum thon Zubairit. Zubairi kush është? Zubairi ibn Awam, njëri prej sahabëve më të shquar, prej parëve muslimanët parë. Tash djali vet po I thot inni la asma'uka tuhaddithu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu fulan wa fulan. Abdullah ibn Zubair po thot Zubairit, I kanë sikur po thot kanë gjatë me pejgamberin alayhis salam pe ditëve të para. Pse edhe ti s'po transmeton sikur filoni dhe filoni. Kush janë filoni dhe filoni? Këtë rivajet Buhariu si ka përmend. Vjen Bulqini edhe kaldon që filoni është Buhari dhe filoni do I kaldon tani me emra sipas rivajeteve të tjera. Po Buhari nuk janë bollë sharume. Për ata ka
problemet cilat për këtu Buhariu kushtot që është për lexues thjesht, që për çka kish me pas nevojë, ajo shkencë. Praktikisht kur e përdor filon rrugën e transmetimit, edhe një tjetër e përdor një rrugë tjetër, dietarët e hadithit kanë thonë ka arsye të caktuar. Kur e përmend tash po them një kapitull dhe një nën kapitull, dhe mas tina një nën kapitull tjetër, thonë ka arsye të caktuar pse e ka përmend këtë nën kapitull pas tina. E mos zbojmë llaf kanë herë të dëgjon hadithin që e përmend nën kapitullin e përmend tani në hadithin, praktikisht duhet një gjysore mundon me kthyer cila është lidhmëria e hadithit me kapitullin, se nuk ka gjetë hadith që i plotëson kushtet e tina që e sqaron tamam kapitullin, e kanë herë përmend kapitullin pa emën hiç dhe pa hadith hiç. Se do të e ka bëu projektin e punimit, tash po them shkencor që shpjegojnë tash për temë doktoraturës, dhe praktikisht tani filloj me zgjedh me të bua materialin që kena me vendu në kapituj, dhe kanë herë për temë caktuar ose nën temë caktuar kanë herë mundet mos me gjet kur gjë. Që i plotëson kushtet dhe që bën me kon pjesë e temës diplomës ose doktoraturës, tezës doktoraturës e kështu me. Kështu me radhë. Për ata në Buhari ka të kësaj natyre hadithe të shumta, të cilat vetëm specialistat që në nivelet më për këtu ka pas nevojë që mos shpjegoj me shpjegime të cilat tash në botime të reja janë kanë 20 ka 30 vollume. Po. Kur që ka nevojë, si të ka nevojë për studime edhe për sqarime kaq të mëdha, ajo flet vetiu që për me marrë vesh ato ka nevojë, kanë probleme edhe dietarët e mbaj për ata të gjon për një hadith ose për një problematike që ndërlidhet me tekst ose të hadithit ose me rrugën e transmetimit, ka 10, 20, 15 mendime, apo se në fundit aty jetin një ijtihad. Se Buhariu se kena gjallë me vetë. Hadithin që e lexova tash pak më herët, ka shtonë, është tonë se në Buhariu nuk e kemi gjallë më unë, a këtë i bëham, këtë paqartësi pse ne ke? Ka pas arsyet e veta, të cilat nuk ka koha zveni tash me i përmend. Po kjo është paqartësia, është synuar. Po më rrezikshme se kjo është el-vahmu, që praktikisht është gabimet pa qëllimta, që është një pjesë e karakterit të mendjes se njeriu të tilla kohën Buhari ka muslime ka libra të dietarëve. Për shembull morëm tematikën e el-mukhtalitin. El-mukhtalitin janë transmetuesit që zakonisht në pjesën e fundit të jetës tyre ju kanë përzije senet. Kur mundet me unë që mas 60-70 mojnë men, sigur që shku mojnë men. Për ata një hadith e ka përmend, po ato hadithet që kanë pas shumë, ka filoni për filoni, dhe kanë fillu e hadithet më ju pështjel. Po, më ngatru, ose teksti hadithit, ose në rrugë transmetimit i ndërlidhet me një tekst tjetër, jo me atë që është, edhe kështu dhe është temun vete. Për ata shumë për kur lexojmë, tonë filoni ka transmetuar për filonit këtë hadith. Kjo është mukhtalet, për atyre që ju kam përzije transmetimet, do të ka pos defektet e arresës në fund të jetës si spranohet hadithi. Atë tjetër jo, të filoni ka transmetuar për i tina kur ukon para kësaj faze, pse se është pejt hershmeve. Dhe tash pranohet rivajeti edhe pse i nëjti transmetues është. Na kemi libër punim transmetuesit që janë të kësaj kategorie në Buhari dhe në Muslim, fi sahihain, al-mukhtalituna fi الصحيحين. المدلسون في الصحيحين. Tedlisi është problem veti që do të kemi trajtesë të veçanta, atëherë inshallah do të shohim, po këto janë për problemeve të mëdha që do të më ditë edhe sa reflekton ai Buhari dhe Muslim ose të dietarët e hadithit të tjerë dhe pse kanë herë në Buhari dhe Muslim dietarët e hadithit i kanë pranuar këto vërejtje dhe pse të tjerë nuk i kanë pranuar. Kjo me dy peshoja apo ka arsye tjera shkencore, do të mundohem me sqaruar më vonë inshallah. Po kjo është një ose po duhet kanë me detalizuar sanet me zgjuar është pak më shumë se që duhet, po në realitet ka nevojë kanë se kur po thuan në fund për herë. Kjo po komentohet shtrembë. Ja, na kur do të më lexoj Buhariun, do të më lexoj Muslimin sanet, po mosa e thjeshtë mundet me pas problem. Mundet me pas probleme, se mundet hadithi sa i Buhari Muslim është, po nuk punohet me te. Siç do të shohim tash në trajtesë pak më vonë inshallah. Profesor, me shans se neve në misionet e kaluar kemi folur për
kushtet e pranimit hadithit ahad që nuk guxon të bie ndesh me Kur'anin, me Sunetin, ndërsa sot kemi ardhur te çështja e pranimit të hadithit ahad që nuk guxon me ra ndesh me ixhmain. Po para se të hym te pyetja edhe ixhmain pak më na sharo për shkak se tash do ta përmendim për shikuesit. Ixhmai ose konsenzusi është njëri prej burimeve të shariatit islam. Dhe është njëri prej 4 burimeve që thujse të gjithë dietarët është i pranueshëm. Për ata 4 shi i madh që quhet ose 4 burimet që shpesh në librat e usul fikut duke mos e marr parasysh që ka një herë disa që si kanë pranuar, do të jenë aq ansor, aq të pavlerë, ata që i kanë kundërshtuar sa që s'ia vlen me i përmenden si 4 burimet që janë pranuar me unanimitet. Ato janë Kurani, Suneti i pejgamberit alayhis salam, ixhmai është i treti dhe qiyasi analozia. Do të kemi Kuranin, Sunetin, ixhmain dhe qiyasin. Çka është ixhmai? Për ata po them ixhmain te 4 mëdhëbet të mëdha shkollat juridike është i pranuar. Me gjithë vrejtjet e mund aplikohet as mund aplikohet në kohën bashkëore, ato inshallah do të kemi një trajtesë të veçantë kur folëm për burimet masi të kryejmë Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Sido që të jetë ixhmai parimisht është i pranuar te krejt dietarët e mëdhej të Islamit. Qa është fjala? Fjala el ixhma është fjala mas afërmi, është konsenzus, unanimitet. Kjo kuptimi gjuhësor i fjalës. Kuptimi teknik ose terminologjik, si për kufizim, zakonisht dietarët e usul fikut e përmendin që me fjalën ixhma nënkuptohet unanimiteti i mujtahidëve të një kohe mas vdekjes së pejgamberit alayhis salam rreth një vendimi juridik. Do të unanimiteti po do të më pas karakter jo në shkenca të tjera, do të më pas karakter juridik. Po do të praktikisht hukmin shar'in pak. Do të unanimiteti i krejt dietarëve i mujtahidëve të një kohe. Nuk është fjala për krejt dietarë që na mësuam po, është fjala për mujtahid. Do të është fjala për dietarët e rangut më të lartë. Mujtahida, po tash më thonë akademikët, si rang shkencor tash që kemi si më i lartë që nifet. Do praktikisht na kemi mujtahidi nuk kupton rangun më të lartë në shkencën në jurisprudencën islame, si titull shkencor. Për ata kemi të bëjmë kur të gjithë mujtahidët, alimët e kualifikuar, juristët e kualifikuar të një kohe marrin vendim, janë unanimisht rreth një çështje, se kjo çështje është po ose jo, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kjo s'ka pas nevojë mu aplikohet gjatë jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë themi ai vendim ka mbështetje konsenzusin ose unanimitetin e dietarëve, mujtahidëve të një kohe dhe si i tillë nuk guxon të kundërshtohet. Ç'i bie? Nëse ixhmai i ka plotësuar gjitha kushtet etiki, në një kohë prej kohëve është marrë vendim me unanimitet pej mujtahidëve të një kohe, kundërshtimi i atij vendimi është sikur me kundërshtuar Kur'anin dhe Sunetin. Kjo është dashur me ditë për çka po flasim. Kështu, kur kemi vendim unanim të kësaj natyre, atëherë hadithi ahad nuk ka forcë me e kundërshtuar. Po të refuzohet edhe nëse është në Buhari ose në Muslim ose ku do që të jetë rrugën ma se do ose ka defekte të caktuara që si borën vesh, si kanë borë vesh muhadithin kur e kanë ose bie është vendimi i anuluar dhe kemi edhe raste të tilla që jo të pakta kur diçka ka vlerë për një kohë dhe me kalimin e kohës është ndruar vendimi rreth asaj është çështje. Në fillim ka qenë ndaluar vizita e varrezave, ma vonë është lejuar çështje e tillë. Ka qenë ndaluar gjatë kohës së krizave sane që mishi i kurbanit të ruhet më shumë se gjatë ditëve të Bajramit, fjala për Bajram. Kështu që konservimi dhe ruajtja dhe me mbajtën frigider aty pjesë, jo, pejgamberi s'kam. Kjo i bën që do me ruajt, do të me shke se kam pas nevojë po. Tani pejgamberi s'kam kjo për shkak minazli dafetin, për shkak të telasheve, skomjes dhe vargësisë, fshirë që ka qenë këto vite, tash këto kënjena
Muni hani shkepne dhe muni një pjesë Meru. me rujtë, për do të vendimi i marrshëm është anu. Anulu. Është anuluar. Kështu do të kemi vendime që janë anuluar, ato nuk janë pakta, ka libra që merren me këtë çështje speciale apo më. Po ajo që po na intereson do të kur kemi vendim që unanimisht është i pranuar, atëherë hadithi i vetmuar ose transmetimi se gjithëherë kur e quajmë hadith, po shkon me diku që është hadith, ai do të ka një defekt. Edhe nëse fjalë pejgamberit do të praktikisht pejgamberi ka ndruar vendimin dhe qëndrimin rreth atij. Për ata i na bën praktikisht nëse na bën dëshme këtë çështje me ijmoin, atëherë nuk pranohet. Kjo është ajo që wallahu ala. Profesor, diçka kemi shtu me kësaj teme, diçka për sot apo? Mendoj tash dosh me vet pak për që trajnimin e në shembull të marrim për këtë çështje. Po së. Atëherë na kemi çdo musliman din që kohët e namazit kanë fillimin dhe fundin e tyre. Se namazi ka kohë caktuar, ka edhe ajetet Kuranit edhe hadithet pejgamberit selam. Hadithi dhe praktika e muslimanëve, për ata kur kemi pasur më herët se kemi si pjesë kategorie mutawatirit të Hanefit është edhe praktika që çdo gjë që është praktikuar dhe është përcjell pe kohës së pejgamberit alayhis salam në formë të mutawatirit. Edhe ajo ka karakterin e mutawatirit. Do të kohët e namazit i kemi njohuna. Dhe kur duhet mu fal, kur fillon dhe kur përfundon. Kemi ajet në Kur'an ku Allahu xhallahu shanu thotë: "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Namazet janë të obliguara për muslimanët në kohë të caktuara. Hafidhu as-salawati was-salati al-wusta. Shtesin kujdes, keni kujdes me fal namazin nëse cilën kohën e vet, në veçanti namazin e mesëm që si komentim më i preferuar se më i përzgjedhur është fjala për namazin e ikindis. Numri haditheve të pejgamberit alayhis salam që flasin për fillimin dhe fundin, praktika e muslimanëve me kohës së pejgamberit alayhis salam tregon se çdo namaz ka fillimin dhe fundin e kohës, fillimin e kohës kur kemi dhe ai namazi caktuar nëse o drejt as bën me fal para kohës, as nuk bën me fal para mas kohës. Falja para kohës dhe falja mas kohës, falja para kohës strejt njëhet si namaz fare, falja mas kohës është për mëkateve të mëdha. Për mëkateve të mëdha. Kjo nuk ka dyshim rreth kësaj, për këtë ka tekste të shumta. Tash na ka ardhur hadithi i Abdullah ibn Abbasit, i cili është edhe në Buhari dhe në Muslim dhe në Tirmidhi dhe të tjerë, ku thotë se pejgamberi alayhis salam ka bashkuar namazin e drekës me tiçnis, dhe akşam me Yatsin në Medinë, pa kur farashyje, do të min ghairi khaufin wala safar, ose në rivajetin tjetër min ghairi khaufin wala matar. Pa pas as arsye frikën e as shkak rrugën, se rruga kanë herë ka dispozita të caktuara. Edhe shiu kanë herë ka dispozita të caktuara. Po do thotë asnjëna s'ka qenë arsye, as mundja, as rruga e as frika. Do të janë këto tri elemente që kanë ndikuar kanë herë në ndryshimin e dispozitave. Kjo i bën se pejgamberi alayhis salam për ata tek Imam Muslimi ka ardhur qartë përmendja që pejgamberi alayhis salam i ka bashkuar namazet drekën në kohë të qenis dhe akşamën e Yatsin së bashku në Medinë. Do të që s'është tren rrugë. Përderisa është kështu, ky hadith bën ndesh me ijma'in e sahabëve, timamëve më vonë, do të praktikisht katër mëdhëbet as një mëdhëb nuk ka punuar me këtë hadith. Tash nëse don dikush shembull me përmend valla, a kanë Buhari dhe Muslim hadithin të tjerë që nuk e kanë marrë për bazë shkollat juridike, njëri prej tyre është hadithin në fjalë. Do të atë që do këtë qartë për i tina, se pejgamberi alayhis salam i ka bashkuar namazet duke mos qenë musafir, as duke mos qenë shi, as smundja sene, unë Medinë, kjo është sen që bjen desh me konsenzusin e dietarëve, siç thotë Imam Xhassasi në shpjegimin e që ka bëu mukhtasarit të Tahawit, s'kem çka me fol këto, nuk ka kush. La khilafa bayna al-fuqaha an al-jam' la yajuzu fi al-iqamati min ghayri udhrin. Nuk ka divergjenca mes juristëve islam
nuk ka divergjenca në mes juristëve islam se nuk bën bashkimi i namazeve për ato që është në shtëpi vetë, nuk ka musafir pa arsye. Arsye disa me thënë i kanë përmend. Po këtu Abdullah ibn Abbas pa arsye hiç. Për ata kur kanë vetë kanë mja lotsuar mbetet. Sana. Pe këtu është me rëndësi me përmend edhe këto se pe muhadithinëve Imam Tirmidhiu rahimahullahu taala kur e ka shkruar librin e tij tash e ka një pjesë në fund atje është merr me quhet Kitabul Ilal. Çto defektet çto ante ka përmend edhe këtë element shumë në kanë krejt hadithet që i kum përmend në Sunan për mbledhjen e Imam Tirmidhiut, Sunanin e Tirmidhiut që ai ka përmend, aftori po atë. Nuk ka asnjë hadith që dikush prej dietarëve nuk ka punuar me të. S'ka asnjë hadith me përjashtim dy haditheve. Do të në tërsi krejt hadithet që i kum përmend, pa marr parasysh ai kam lexuar hadithin sahih ose dobta ose jo, dikush ka vepruar pe fukahave me to. Me përjashtim të dy haditheve. Të dy haditheve. Njëri prej tyre është ky hadith. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, pa kur fare arsye, ai ka bashkuar namazet. Nuk din do të them termi, po nuk dim dikush që ka punu. Çfarë do kanë Ibn Khuzaimia? Kur ka refuzuar këtë, nuk dihet. Kanë kjo është vën, kjo është gabim pe transmetues sa nëse nuk kem diçka të, nuk ka diçka të tillë, nuk njohëm dikush që ka vepruar sipas. Këto janë mendimet e dietarëve të mëdhenj të hadithit. Po, çashtu edhe Imam të mëdhej, tash nëse mund të më thonë vallai Imam Abu Hanifa ose Imam Maliku ose Imam Shafiu ose Imam Ahmedi kanë qenë armist sunetit siç po na pozicionojnë. Dikush me përmend një hadith, po katër të kanë. Sa kemi shumë pyetje tash edhe na si shqiptar kemi mërgatën tonë. E na pyesin shumë edhe bashkimi namazë si musafir. Po të katër me imam të pa arsye kanë thonë nuk bën me i bashkuar namazet. Po ato na kur flasim për atë pjesën praktike, do të jetë njëra prej çështjeve se atje do të mundohemi për prek vetëm sanet, meselet çështjet, të cilat janë bot popularizuar me divergjenca të në mes dietarëve të tjerë dhe hanefive, duke u pozicionuar gjithherë ose duke u argumentuar pola tjetër, çështje të caktuara që na kanë ardhur në Kosovë, se joja hanefit ose Abu Hanifja s'ka ditë të mëdha hadithe tash për diet shikuesve tash ka dalë se tash kanë filluar më botuar edhe libra që në mshef me vite po me vite kanë me do të thotë s'ka pas interes me zhvillua ato tash ka dalë shumë rishtazi kemi vonë tash këto ditë mëson s'po di më shumë sakt po tash shumë ka ardhur libri mësuat e riwayat të Imam Abu Hanifës rahimahullahu taala do të është libër që ka përmbledh të gjitha transmetimet e Imam Abu Hanifës. Mirë po ata që po thoni ka ditë një 70 hadithe tash do të më apo me dije që libri ka 20 volume. Është. Do të po si duket e kanë personifikuar çdo hadith me një volum apo jo. Kështu që ajo është 20 volume. 20 volume shoq pe librave që duhet me pas çdo imam që praktikisht i vjen më ballafaqur me ata që po thonë nuk kishun pa ditë hadithe se imam jon s'kesh pa ditë. S'kesh pa ditë hadithe që është çmenduri. Mu pranuar që është imam, edhe faqih, edhe mujtahid, edhe mos me kon njës i hadithit pejgamberit selam, do të praktikisht gjithë shkencën bazë po nuk ka logjik, po megjithatë kjo është kështu. Profesor, unë deshta edhe meqense na e biseduam para misionit që faktikisht një njoftim ta bëjmë me fasën e Bashkisë Islame me shkrim, por deshta një sqarim gojor me pas nga jo që ta marrin vesh më mirë imamet e trojë shqiptare, pra që një kurs, një trajnim i cili po organizohet online për një dietar që është shumë i shuar me dhëpet hanefi, kështu që na kishte njoftuar pak më gjerësisht rreth këtij trajnimi, rreth këtij kursi me fjalë do të thaj që e mban këtë trajnim është ndoshta për dietarët më të mëdhenj dhe njohëse më të mirë të mëdhëbet hanefin në botë. Flasim për doktor Salah Abul Hajin, që është një kohë dhe themelues dhe dekani fakultetit të mëdhëbet hanefia që ka ikë gjashtë çore kanë gjitë emrin. E qartë. Po. Në Jordan apo? Po në Jordan, është në Amman. Fakulteti është praktikisht tash veç ka në frutet e para, se tash
kemi edhe magjistrat e parë për këtij fakulteti, kemi edhe në mesin tonë, alhamdulillah, për kosovare që kanë diplomutash edhe fakultetin edhe masterin dhe tjerë që duke vazhduar. Doktor Salahi është thash njohësi më i mirë i medhebit Hanefi, për aq sa dim. Ka për dietarëve që janë vjetër e sene që nuk rrin para kamerave sene e që të mahnitin, po është për njohësi më të mirë të medhebit Hanefi pa konkurrencë. Për më punëtorëve, ndoshta mas punëtorin në kohën në cilën jem, ka shumë libra të shkruara, do të flasëm për një numër volumet, ndoshta tash dalin 100 volumet libra që disa është autor e disa tjera është praktikisht botues dhe verifikuesi i tekstit dhe i haditheve të cilat janë nëpër librat më esenciale të medhebit. Adresa siç po e vreu në YouTube është në emrin e qendrës Drita e Dietarëve për Studime. Sepse pak është e mangët njoftimi sa i përket adresa profesor. Anwarul Ulema është qendër për dje, ose institut tash po quhet institut shkencor, si qendër shkencore ku pjesëtar janë gjithë dietarët e medhebit Hanefi, kanë prioritet, mundin me pas edhe tjerë çështje pa problem, ndërsa trajnimi për cilin po flasum e që autori e ka edhe librin që me të njëjtin titull, është hyrja në medhebin Hanefi. Mendoj ai që e ndëgjon këtë serim gjitha ligjëratat, ka me pasqyre shumë ndryshme për asaj që ka deri tash, sepse na duhet me pranue çka kemi mësuar jashtë, na kemi mësuar në medhebin Hanefi për librave të medhebeve tjera. Kjo s'ka logjik, po çashtu është. Do të na kemi mësuar një libër, nëse kemi mësuar në usul i fikë, na mësuar libër të medhebit caktuar, është përmend kanë edhe mendimi i Hanefive gjithërë tu pa argumentim të plot dhe gjithërë tu refuzua. Në fakt çashtu kemi mësuar edhe në shkenca të tjera, kështu që është mirë me mësuar pe dorës parë dhe pe librit që është shkruar në frymën e medhebit Hanefi. Bela edhe libri, botimet e librave na i shohim kanë herë libra të caktuara kur ata që e bojnë tahkikun e librit, verifikojnë tekstin edhe hadithet dhe kanë herë bojnë edhe sqarime, nëse janë ndesh me medhebin e autorit, i qesin pa vetëm të metat e librit. Ka bitë njerë ka lexuesi, ka njerë del që s'ka ditë kur gjë. Dhe në të kundërtën, kur e kanë në qefë sene, bëhet autori i madhe dhe rritet deri në atë mesel shkollë sa që të provat. Po, tash për ata po thëmë, kem nevoj me lexue librat e medhebit Hanefi të cilat janë të shtypura dhe janë të verifikuara dhe të botuara prej shpive botuese të pranuara dhe prej studiuesve që kanë marrë përsipër tekstin me dalë ashtu origjinal që është në ndërshkrime që i përkasin medhebit Hanefi, libra të gjitha që janë të këtij karakteri që i ka botuar dhe tash doktor Salahi janë të kësaj natyre. Pra ta kemi të bëjmë me një trajnim. Po, ka 2 orë. Po, çdo licencim. Kjo është gratis për të ditë. Po, secili regjistrohet praktikisht, mundet me përgjithë është në dielleve dhe të barteve. Po. Në diellën është faktikisht në diellën e tajtë sepse kanë ndryshuar më duket orën e të martës. Prej 17:30 deri në 19:30. Po, është në fillim, koha se i ka tash do ligjërata në krye, po mendoj megjithatë është mirë mu kyç. Megjithatë kjo do të shfaqet edhe si njoftim edhe në faqen zyrtare të Bashkisë Islame, që pastaj edhe klikojnë edhe gjojnë adresën ku duhet kyçen. Po, në rregull. Atëherë, profesor, faleminderit shumë për këto këshilla për këtë emision që realizuam sot, që faktikisht do të jetë edhe i fundit ndoshta i këtij viti i 2020-s, kështu që dhosh Zoti. Inshallah do të vazhdojmë neve sepse nuk e kemi ndërmend të ndalemi. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për kohën që e keni rezervuar me qëndruar pranë emisionit Fiku Hanefi me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Havollën dhe deri në emisionin e radhës neve ju lejmë në mëshirën e Zotit, begatitë e tij dhe ju përshëndesim me selamun aleikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.